një komentator sportiv, ku mund të mësohet ai, ku mund të trajnohet, ku mund të instruktohet? Tek ne nuk ka një shkollë të mirëfillt apo jo? Në asnjë vend të botës nuk ka një shkollë të mirëfillt për këtë. Për shumë gjëra në këtë botë nuk ka shkollë. Pra nuk besoj që të ketë një shkollë për të bërë këngëtar, ashtu siç nuk ka shkollë për të bërë komentator. Është shkolla e gazetarisë, kjo është shpesh varet nga shumë koincidenca. Jeta e gjithëve ne varet nga koincidenca. Në një moment gjendesh në vendin e dur, edhe është fati, pavarësisht se gjithçka përmblidhet me fjalinë që fati ndihmon më të fortin, kështu që nuk është. Por duhet ta kesh qef. Duhet ta kesh qef sepse kjo është një punë që nuk është aq e bukur sa duket, sepse shumë njerëzve duket shumë e bukur. Kjo është një punë që është realisht që do të vëmendje shumë të lartë, jo gjithmonë ndeshjet janë të bukura, sepse që të bësh ndeshjen Real Madrid-Barcelona, do të kesh bërë dhe një ndeshje Kilmarnock-Shelburne, për shkakun që si njeh asnjë njëri, to dy skuadra. Unë me këtë ndeshje kanë filluar. Kështu që do t'i bësh ato ndeshjet e dobta me të njëjtin nivel që të bësh ndeshjen Real Madrid-Barcelona. Me që na kujtove ndeshjen e parë tënden. Si ka qenë ajo për ty dhe si e ndjera atë? Një tragjedi e vërtetë që një ndeshje, sepse ndeshjen time të parë, unë isha përgatitur, kisha në kohën kur e kam komentuar në 96-ën, ishte perioda që nuk ekzistonte as interneti, as një gjë, asikush në televizionin publik shqiptar. Dhe ne ndeshjen nuk është se i blenim, nuk është se e dinim se kanë ndeshje do jepnim. Ne e dinim që do jepnim ndeshjen në Roma me një skuadër italiane në Roma me Slavin e Pragës, në mos gaboj. Ndërkohë që Marku, që ti e kupton kur të them, por të shikuesit e kuptojnë, Mark Shoshi është një personazh shumë i famshëm i pjesës teknike të televizionit, por që është më specialist se unë për sa i përket futbollit dhe kulturës sportive. Më thotë që Eurosporti nuk jep atë ndeshjen që ti ishe përgatitur, por Eurosporti jep të ndeshjen tjetër. Dhe ne tani duhet vjedhnim, edhe do vjedhnim tani ndeshjen tjetër. Ndeshja tjetër ishte që unë aty mësova emrat e ekipeve, Kilmarnock dhe Shelburne. Dy skuadra që ishte një skoceze, një irlandeze. Emrat e sportistëve do të thonë që as bëj fjalë fare. Po si dole mbas? Si komentoi? E kam komentuar ndeshjen bëra një kuadrat, jo numrat me numër çfarë thoshin, e ka numrin 3 edhe 7-s. Ai që po ndjek shtëpi nuk i intereson fare se çfarë duhet bërë, apo pse nuk e di ti emrat e këtyre futbollistëve. Dhe po kanë kaluar shumë vite dhe mund ta them edhe të vërtetën. Emrat i kam shpikur vetë të gjithë. Realisht i kam shpikur. I vendosa një emër portierëve. I vendosa nga një emër portierëve. Po ç'a të bësh? Sepse ndoshta gjithë që janë këtu apo ata që po na ndjekin, shumë pak e dinë, ata që punojnë në televizion shtetit e dinë shumë mirë, që është një balkon i madh lart me ca shkallë që zbret nuk zbret, jeton si jeton po të zbresësh deri poshtë, në vetë që duhet mbahesh fort, zbresësh nga lart deri poshtë dhe ato teknikët e transmetimit, me gjithë respektin që kam, e nisën ndeshjen dhe këtu shkruan ka ndeshjen, e fusin ndeshjen, ti vrit veten bë çfarë dush, dhe ti në transmetim çfarë bësh? Çfarë bësh? Ka një shprehje amerikane thonë, më dha limon, do duhet bëj limonadë. Po, edhe s'kam çfarë bëj. Edhe bëra limon, po do të undë çik sheqerun, as sheqer s'kishte lidhje, ishte të mërshme. Megjithatë tani që dëgjojmë këtë mënyrën se si e ke gjetur zgjidhjen, është fantastike, është krevepër. Një zgjidhje do ta gjesh se s'bën. Nuk është se është një zgjidhje që është shumë e zgjuar, por është një zgjidhje domosdoshme, nuk kam çfarë të bëj. Jo, më thua një zgjidhje më të mirë, në atë situatë e pamundur. Jo, për shembull, një personazh tjetër shumë i famshëm, por që provoi ai të bëjë gazetar sporti, por nuk u bë, që ishte drejtues në TVSH, ka bërë një më spektakolar akoma. Ai tha që komentatori anglez që po komenton për Eurosportin, po e bën aq bukur ndeshjen, sa unë se bëj dot kur kaq bukur sa ky, dhe po i lë shoqërinë atij dhe iku fare. Ka dhe kështu. Mirë, edhe kjo është një variant, po unë do preferoja këtë tëndin në mënyrë të padiskutueshme. Mirë, me që jemi tek komenti, tek batutat, ja, është imagjinata jote e jashtëzakonshme që sjell edhe gjithmonë batutat e bukura, të cilat janë të improvisuar apo ka një skenar përpara? Si përgatitesh për t'i thënë ato perla? Ja, nuk mund të bësh skenar, por në sport nuk ekziston skenari, sepse futbolli është një gjë që është e paparashikueshme, askush nuk e di se çfarë mund të ndodhi, dhe është një nga zhanrat e gazetarisë për mendimin tim nga më të vështirët, sepse nuk duhet, se gjithë thonë që puna ime është më e vështirë nga të gjithë, por mos harrojmë një gjë që është i vetmi një nga të rrallat gjëra kur ti duhet ta shkruash atë tekstin që do të ngelet për gjithë jetën, një sekond pas e ke parë. Pra të gjithë njerëzit mund ta shkruajnë, ta rishkruajnë edhe një herë tjetër, dikush i bën një reportazh, po ta rishikojnë edhe një herë tjetër, dikush i bën pyetje, mund ta bëjë një pyetje, mund bëhet pishman për që ka bërë këtë, duhet bëjë një tjetër, pastaj mund të mendohet ndërsa përgjigjet.
si në rastin konkret, mund të bësh një pyetje tjetër, dhe mund ta korrigjosh. Kjo është e pa korrigjueshme. Pra, ajo është ti duhet atë që të ngjerë direkt, jo përveç direktes, duhet të krijosh një gjë mbi një bazë cilën ti nuk e di që ekziston. Pra duhet të krijosh një tekst mbi një gjë cilën ti nuk e di se si do të jetë. Dhe ti do tregosh atë që ti mendon, pra duhet të kesh një bagazh X në mendje, sepse ti unë nuk mund ta mendoja në asnjë rast tjetër se kisha menduar që tani këtë që kishit evidentuar juaj që më ka thënë dhe shumë njerëz në rrugë që i lutem ngrihonin këmbë. Pra kjo është një gjë që del në moment, se nuk është se çfarë duhet ta parashikosh tani se Messi do ta marrë topin te mezi i fushës, do të dribloj gjithë dynjan, kjo nuk mund do ta parashikosh. Ju lutem ngrihu në këmbë është një nga batutat e tua, por ndërkohë ka edhe shumë të tjera pafund, njëra më e bukur se tjetra. Ne tani do të sillim një tjetër material ku kemi grumbulluar një pjesë të tyre, sepse është e pamundur të mblidhen të gjitha, por që janë vërtet të jashtëzakonshme. Do të ndjekim këtë insert të përgatitur nga gazetarja Jon Kelida Mema. E ndjekim, me siguri do të qeshim shumë dhe do të kthehemi me njerë në studio. Përshëndetje Rudina, përshëndetje Dritan. Jam Enea Vodër, jam 20 vjeç. Faqen e Dritan Shako Hoxhës ta quajmë Shako, ashtu siç na pëlqen ta thrasim të gjithë. E kam hapur rreth 1 vit e gjysmë më përpara. Arsyeja pse kam hapur këtë faqe është sepse e konsideroj Dritanin si një nga komentatorët më të mirë në Shqipëri. Edhe kur ndeshja ka një nivel të ulët, ai arrin të bëjë të pamundurën për të nxjerrë atë me një nivel të lartë, të jap një emocion të veçantë. Stakovic djata. Ua, çfarë goli! O, çfarë goli! Është fantastik! Është përsëri ai Teja Stakovic. Ajo që spikat janë batutat e tij. Ditët e ndeshjeve, njëra nga sfidat është ajo që luhet në fushën e blerë, midis dy skuadrave, dhe tjetra është ajo që luhet në faqen e fansave të Dritanit. E kthe prapa Podolski, çoj Podolski, portazh për Ballti, Rjeta, dal topin, vetëm Rjeta ndar atë, përsëri gjermanët 2-0. Ta që shini janë tifozët grek, asnjë bjond, por asnjë bjond ama. Dhe Podolski mund të shkruaj në CV-n e vet, një ditë i madh Diego Armando Maradona më pasoi një top. Batutat e tua Shako janë kthyer në batuta të përditshme të çdo njeriu, të çdo personi të apasionuar pas futbollit. Godet Podolski, në rrjet është ndalur topi, tronditet Anglia. E pra, ky është Sanja, mbrojtësi i Arsenalit që largon topin, dhe vetëm një gjë mund të them për të, urime parukierit të tij. E pra, ky është high definition të dashur miq, unikal. Eto, goditja Rjeta, shëno Kameruni, Samuel Eto. Ajo që më pëlqen më shumë është ajo të cilën ke thënë gjatë ndeshjes Inter Barcelona. Mourinho bën shenjën e rombit në fushë. Për të gjithë ju që keni menduar se ajo ishte shenja e zemrës, keni gabuar. Ajo nuk është shenja e zemrës. Zemra në këto momente ka dalë nga vendi. Do t'i falenderoj të gjithë në mënyrë të veçantë Enean, por të djemt nga Shkodra që merren me mua dhe me shprehjet e mia dhe fiksojnë batutat e mia. I falenderoj jashtëzakonisht shumë. Pepe, mirë që nxjerr topin, po del dhe vet goditje këndi. Majkon vazhdon, bukur, godet dhe mrekullisht në mënyrë të magjishme e ka çuar topin e rrjet. Kjo është magji. 1-0, Sport San Siro. Këto ishin disa nga batutat e tua, Shako, po janë të pafundme, ëh? Ndërkohë janë hapur faqe interneti vetëm me batutat e tua, faqe Facebooku me fan pafund. E kam zbuluar në verën e kaluar, para botrorit. Në fillim nuk e kisha ide se çfarë po bënin, padi isha shumë i revoltuar me këta që po merreshin me këtë punë, se kuptova tamam se çfarë ishin duke bërë, pastaj më vonë e zbulova se ishte një gjë që ishte e mirë dhe i kam falenderuar. Janë dy faqe, i kam falenderuar të dy palët. I falenderoj edhe nëpërmjet ekranit, shpresoj t'i takoj në një ditë, që t'i falenderoj. Unë do doja të kujtoja këtu edhe disa batuta të tjera të cilat janë të famshme të tuat, për shembull një për Gatuzon, kur u bë dhe Gattuso për të dhënë asist. Gattuso është në futboll, ata që shohin futboll e dinë që Gattuso është një personazh i famshëm i futbollit, por që është shumë i fortë fizikisht dhe nuk është se ka shumë fantazi në lojën e futbollit. Po tani të lush gjithë këto vite me lojtarë që niveli aq të lartë,
mund të mësonte edhe ai. Një tjetër, dhe në rrjet ka përfunduar, por jo topi, por Rio Ferdinand, të nderuar teleshikues. Po këtë mban mund kur e ke thënë? Këtë se më mend fare, po që është normale që mund ta këndoj se është në një rast nga ato që dikush do të çojë topin rrjet, po bie vetë brenda. Sot Interi ka 2 sulmues, Samuel Eto'o dhe Diego Milito. Njëri luan si mbrojtës i majtë, tjetri si mbrojtës i djathtë. Ata kanë thënë vitin e kaluar për nostalgjinë e gjithë tifozëve të Interit që nuk do jenë te kjo finale të shtunës. Ata kanë thënë në gjysmëfinalen mes Barcelonës dhe Interit, kur të dy këta futbollistë realisht shumë lojtarë të mëdhenj të sulmit, që duran të dy shumë prapa. Tek një nga ato faqet e Facebookut lexoja një djalë që pyeste pse Shako Hoxha nuk thot kur fjalën gol, por thot në rrjet është ndalur topi. Unë e them në mënyrat gjithmonë në një mënyrë tjetër. Nga që unë shpesh thash që do të improvizoj në moment, dhe po të thuash gjithmonë të njëjtën fjali, sepse ndeshja është 90 minuta. Ti sa më rrallë përsëritur më mirë është, sepse njerëzit i ngjiret memoria e fjalit, sidomos për golat e shënuar. Dhe njerëzit mund të thuash që është bllokuar ndeshja, ka përfunduar në rrjet topi pas portierit. Pra mund të thuash gjithmonë versione ndryshme. Nuk është se ti mund të thuash, nuk ekziston një gjë që nuk është se unë jam një aparat që më shtyp një buton dhe po të shtypësh të butonin, ky butoni thot gol. Tani nuk është se është ashtu. Fjalia, ajo që mënyra se si unë e them, është ajo që më del mua në atë moment, nuk është se e kam planifikuar më parë. Pirlo ka shumë flok, por Milani ka shumë fat. Këtë e mbaj mend e kam thënë kur Milani luante me Real Madridit, sepse Pirlo e ka hequr topin tek vija fatale në mos gaboj. Një nga defektet e mia është që unë nuk i mbaj mend batutat e mia. 90% batutat nuk i mbaj mend. Ndonjë radhë mbaj mend. Mund të them një për shembull që të gjithë njerëzit kanë menduar se unë, atë po, ajo ka qenë që kam përgatitur. Më përpara, si ide, jo si atë që kam thënë. Për shembull që gjithë e dinë që ne kam thënë po humor, po tani ka kaluar shumë vjet që mund ta them. Një nga drejtuesit e kompanisë që zotron Qendrën Tregtare Univers, QTU, që është dhe miku im, edhe mik e shumë miqve të mi, më thot një sa kishte filluar QTU-ja. Edhe era parë që njerëzit shikonin qendra komerciale, nuk kishin parë gjithë Shqipëri. Sepse nuk kishin dalë gjithë jashtë shtetit për të parë një gjë të tillë. Dhe as i çik reklam nuk na bën ditë kur jepën ndeshjen. Çfarë them që ka topi ky dhe ikën mbas ditë ke QTU-ja i thash. Por do t'i që batuta ndoli me të vërtet, rastisht, por rastisht ndoli, që e mbajnë mend të gjithë. Unë e thash në kuadrin asaj që kisha folur me këtë mikun tim përpara, që u bë zona e Interit, si që të uja në ditë feste. Sepse ishte rrëmuj totale në zona e Interit. Dhe që gjani shumë njerëz. Shumë e bukur, shumë e bukur. Shumë njerëz e din që